Today, we mark the conclusion of the program that has laid the foundation for sustainable and multi-purpose forest management in Kosovo. This ceremony is an opportunity to reflect on the program achievements, its long-term impact, and the legacy that lives for forestry, communities, and institutions alike. For 5 consecutive years, forests have been the focus of this joint intervention aimed at creating enabling conditions for sustainable forest management, preserving natural resources, and improving rural livelihoods. Implemented in partnership with key forestry sector actors, the program has strengthened institutional and technical capacities, fostered institutional coordination, and supported inclusive and participatory approaches for forest planning. Today we acknowledge these results and highlight how the program has contributed to environmental, economic, and social development in Kosovo, leaving a lasting legacy for both forests and communities. Në sektorin pëlltarisë, falë këtij projekti që po përfundon sot, besojmë që edhe më saktë pastaj në vitet në vazhdim do të dimë edhe përqindjet e sektorit pyjeve në Kosovë, por edhe më saktësisht të dimë saktësisht me çka të bëjmë dhe si të përdorim ato informata që po na ofron, na ka ofruar ky projekt e ky program. Nderuara zonja Eva Pallatova, udhëheqëse zyrës Bashkimit Evropian, i nderuari shëndetësori juaj zotri Westerland, ambasadori i Suedisë në Kosovë, zotri Mulla, zotri Oliver nga zyra BE-s, persona që na bie më shpesh ndoshta të takohemi, zotri nderuar zonja Daniela Mangjone, zotri Jazici, zyrtar të FAOS në Kosovë, i nderuar zotri zëvendësministër Radulović, të nderuar kolegë të përfaqësues të FAOS projektit të Kosovës, të kolegë të ministrisë, shoqatave të ndryshme që lidhen me pylltarin, ambientin ose në përgjithësi me ekosistemin. Ato që e kuptojnë në thelb, çka ne kuptojnë fjala ekosistem, mendoj që saktësisht e kuptojnë çfarë peshe ka pylltaria në Kosovë dhe në botën në përgjithësi. Të nderuar partner, koleg, mësafer dhe të respektuar. E nderuar zotri Ibra, në emër të Ministrisë Bujqësisë, Pëlltarisë dhe Zhvillimit Rural, ju uroj mirëseardhje dhe ju falenderoj për përkrahjen e vazhdueshme në zhvillimin e sektorit pëlltarisë në Kosovë. Marr parasysh përqindjen e madhe të mbulimit nga pyjet që përbën një pasuri të madhe mjedisore dhe ekonomike, por jo vetëm, sigurisht edhe shëndetësore, ndaj qeveria e Kosovës mbetet e përkushtuar për menaxhimin e tyre të qëndrueshëm dhe të përgjithshëm. Gjatë viteve të fundit, përmes forcimit të bazës ligjore, ose në përgjithësi struktura rregulluese, institucione dhe rritjes së investimeve në sektorin pyjor, ka shënuar një përparim të dukshëm për pos punës së pandërprerë që është bërë nga qeveria në këtë sektor, që luan një rol të veçantë në këtë proces që ka pasur në prioritet në projektet e mbështetura nga partnerët ndërkombëtar. Sot shënojmë përmbylljen e programit 5 vjeçar mbështetje për fuqizimin e menaxhimit të qëndrueshëm dhe shumë qëllimor të pyjeve. Vetëm titulli saktësisht i këtij programi, i këtij projekti tregon që pyjet nuk duhet të trajtuar vetëm si masë drejtësore, por për shumë qëllime të tjera që shërbejnë shoqënisë dhe vendin në përgjithësi. Dhe mendoj që gradualisht këto çështje e shtojnë rolin e qeverisë institucioneve tona, që zakonisht termin reziliencë jo vetëm e përdor për kur adresohemi sektorëve të caktuar, por reziliencë të përdoret edhe në aspektin e institucioneve dhe si këto struktura rregulluese që janë përkrahur nga donatorë të ndryshëm dhe institucionet tona të janë kuptimplota në aspektin e reziliencës institucionale dhe të sektorëve.
Ky projekt i financuar nga Bashkimi Evropian, shteti mik Suedia dhe të zbatuar nga FAO në bashkëpunim të ngushtë me institucionet tona. Ky program 5 vjeçar përfaqëson një shembull të suksesshëm të bashkëpunimit ndërkombëtar në funksion të menaxhimit të qëndrueshëm të burimeve pyjore dhe përmirësimit të jetesës në zonat rurale. Në partneritet me FAO, Ministria e Bujqësisë dhe Agjencia Pyjore e Kosovës, përmes këtij programi ka kontribuar në planifikimin shumë qëllimor të pyjeve, funksionalizimin e sistemit informativ pyjor dhe e rëndësishme është si të përdorim pastaj ne nga institucionet tona në mënyrë eficiente dhe shumë të mirë këto informata të siguruara përmes kësaj mbështetje, mbështetjen e inventarit kombëtar të pyjeve dhe ngritjen e kapacitetit profesionale përmes trajnimeve të shumta për institucionet, komunitetet lokale dhe sektorin privat. Një gjë shumë të rëndësishme që personalisht si mëri por edhe tash si ministër në detyrë i kushtoj rëndësi strategjive, për arsye se mendoj që strategjitë krijojnë një sinergji mes gjithë aktorëve dhe dashamirësve të sektorëve të caktuar. Prandaj strategjitë e konsideroj që janë shumë të rëndësishme për me ndërtuar një vizion të qartë për gjithë cilin sektor, po dhe gjithë cilin aktor që do mu involvu dhe do me kontribu pozitivisht në sektorin gjergjës. Andaj, hartimi i strategjisë, hartimi i bazës ligjore dhe udhëzime administrative që të vazhdojnë tutje, është që janë mbështetur përmes këtij projekti, edhe që do të vazhdojnë tutje nga Qeveria e Kosovës, e konsiderojmë që janë një bazë e rëndësishme për konsolidimin dhe formimin institucional, po në anën tjetër, po aq e rëndësishme dhe më rëndësishme është çështja e shfrytëzimit dhe funksionimit të tyre në aspektin praktik. Në aspektin operacional, APK ka përfituar pajisje moderne dhe teknologji të avancuar në mbrojtjen dhe monitorimin e pyjeve, përfshirë 14 vetura terreni, dron, GPS, dylbi e kamera kurth, duke rritur kapacitetet në monitorim dhe siguri. Po ashtu janë krijuar edhe 6 njësi pilot emergjente për menaxhimin e integruar të zjarreve në pyje në 6 rajonet të Kosovës, duke rritur ndjeshëm gatishmërinë dhe koordinimin ndërinstitucional. Rezultatet e këtij programi do të kenë ndikim afatgjatë në menaxhimin e pyjeve, mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin ekonomik të komuniteteve që varen nga këto burime. Ministria e Bujqësisë, Pëlltarisë dhe Zhvillimit Rural tashmë ka trashëguar bazat të qëndrueshme për vazhdimin e reformave dhe është e përkushtuar për sigurimin e vijshmërisë së tyre. Si qeveri, mbesen të përkushtuar në fuqizimin e sektorit pyjor përmes menaxhimit të qëndrueshëm të burimeve, forcimit të kapaciteteve institucionale, rritjes së transparencës dhe bashkëpunimit të vazhdueshëm me partnerë vendor dhe ndërkombëtar në funksion të mbrojtjes së mjedisit dhe zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik, por edhe aspektit analitik dhe të vetëqëndrueshmërisë institucionale. Në fund, e shpreh me njohjen tonë të sinqertë për Bashkimin Evropian, Qeverinë e Suedisë dhe FAO-n për mbështetjen dhe përkushtimin e tyre, si dhe për të gjithë partnerët që kontribuan duke përfshirë stafin lokal dhe si dhe gjithë partnerët tjerë që kontribuan në suksesin e këtij programi. Ju falenderoj. Dear Mr. Demelazi, Acting Minister, dear Mr. Ibra, Acting Chief Executive of the Kosovo Forestry Agency, Your Excellency Ambassador Westerlund, dear Mrs. Mangione, dear Mr. Yazici, and ladies and gentlemen, I am delighted to mark here on behalf of the European Union the closure of the forestry program, as you've just seen. This has been a key endeavor of the European Union and the Swedish government to preserve the forests of Kosovo. Implemented by the Food and Agriculture Organization of the United Nations, whom we thank for the engagement and all the work, the program focused on enhancing forest governance, protecting the resource, enabling sustainable and multi-purpose forest management, and bolstering the rule of law in forestry. The European Union prioritizes the preservation and sustainable development of forests, not only within our own member states, but all across Europe and globally. The European Union Forest Strategy for 2030 acknowledges the essential role of forests, the contributions of foresters, and the forest-based value chain. It aims for a sustainable climate-neutral economy by 2050
ensuring the ecosystems are restored, resilient and protected. Kosovo beat us in football twice last year, but at least we have more trees than Kosovo, because Sweden is covered by 74% trees in Sweden, so at least we have more trees. Something to be proud of. Dear friends, excellencies, guests, colleagues from FAO, the European Union, representatives of the Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development, and Kosovo Forest Agency, partners and friends. Today we mark the closure of the program of strengthening the forest management implemented by FAO and co-financed by the European Union and by Sweden, as you all know. Kosovo's forests are a strategic national asset. They matter for rural livelihoods, legality under rule of law, biodiversity, and climate resilience. It also matters for green transition and for long-term economic opportunity. Let me just pause there for a second. I mentioned about Sweden having around, being covered by 75% of forests, but the Swedish welfare state was built upon the mineral resources, but also the forests. Still today, 12% of Sweden's total export is from the wood export, so 12%. The largest private company owner of forest in Europe is a Swedish company called SCA. They have 2.7 million hectares in ownership of forests in Europe. And like I said, the largest private company owners in Europe. Për 5 vite me radhë, pyjet e Kosovës kanë qenë fokusi një intervenimi të përbashkët për të krijuar kushte të favorshme për menaxhim të qëndrueshëm të pyjeve, mbrojtje të resurseve dhe përmirësim të jetesës në zonat rurale përmes aktiviteteve pujore. Programi është financuar nga Bashkimi Evropian dhe Suedia dhe i zbatuar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara për Ushqim dhe Bujqësi FAO, në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Bujqësisë, Pyetarisë dhe Zhvillimit Rural. I zbatuar së bashku me partnerët dhe palët kryesore të interesit të përfshirë në sektorin pyjor, programi ndihmoi të fuqizohen kapacitetet institucionale dhe teknike për një qeverisje sa më efikase dhe përmirësimin e praktikave të menaxhimit të qëndrueshëm të pyjeve, rritjen e kontributit të pyjeve në zhvillimin ekonomik, mjedisor dhe social të Kosovës. Duke realizuar aktivitete kreative si që ishin kampi pyjor apo shënimi i ditës ndërkombëtare të pyjeve, ku pyjet u vendosën në fokus të përfaqësuesve institucional, donatorëve, studentëve, mediave, komunitetit, programi arriti të rikthejë vëmendjen dhe sensibilizimin e publikut për rëndësinë jetike të pyjeve. Do të filloja me sferën për mendimin tim kryesore, që është kontributi në rritjen e kapaciteteve të stafit të Agjencisë Pyjore të Kosovës, por edhe të pjesëmarrësve të tjerë në sektor, e cila është bërë përmes organizimit të trajnimeve të shumta me ekspert ndërkombëtar dhe vendor. Trajnimet janë me të vërtetë një numër i madh i tyre, por në mënyrë grupore do të përmendja trajnimet të cilat kanë pasur të bëjnë me mbrojtjen e pyjeve nga prerjet ilegale, trajnimet për integrimin e aspekteve gjinore në fushën e pyjeve, për përdorimin e pajisjeve teknologjike duke përfshirë edhe dronët, për përdorimin e sistemit të informacionit për pyjet e Kosovës, për menaxhimin e qëndrueshëm dhe shumë qëllimor të pyjeve, për menaxhimin e integruar të zjarreve, për përdorimin e GIS-it në planet menaxhuese e të tjera. Do të thënë ka edhe trajnime tjera, të cilat janë mbajtur kryesisht në
qendrën e Blinajës, e cila po ashtu është pajisur nga ky projekt. Dëshiroj po ashtu të përmend edhe organizimin e rishikimit të përbashkët vjetor të programit të pylltarisë, që është një aktivitet shumë i rëndësishëm i zhvilluar gjatë kësaj kohe dhe të cilin ne synojmë ta bëjmë tradicional. Është një aktivitet ku grumbullohen të gjithë akteret e sektorit të pylltarisë. Pastaj organizimin e kampeve pyjore gjatë kësaj kohe, që po ashtu konsiderojmë se do ta bëjmë si një aktivitet tradicional, sepse një nga objektivat e projektit ka qenë që përveç asistencës, ndihmës direkte e tjera, të bëhet edhe bartja përvojës të stafi jonë nga ekspertët ndërkombëtar. Po ashtu ka qenë një punë shumë e rëndësishme raporti i vlerësimit fiskal të sektorit pylltarisë, që është bërë për herë të parë dhe synimi ynë është që tash tutje të vazhdojmë ta bëjmë për çdo vit, pjesëmarrja pra e pylltarisë në sektorin në GDP-n e përgjithshme të vendit, hapja e qendrës multifunksionale në Blinaj, një angazhim i rëndësishëm i projektit ka qenë edhe punësimi i 13 ekspertëve të ri të diplomuar nga Universiteti i Prizrenit, të cilët për deri edhe sot e kësaj dite janë, domethënë ka 18 muaj të kyçur në Agjencinë Pyjore të Kosovës dhe të cilët kanë treguar një interesim dhe rezultate në punë, për çka ju jam mirënjohës. Një aktivitet që duhet të përmend sot këtu është edhe përgatitja e serverit për përpunimin e të dhënave të grumbulluara nga terreni për hartimin e planeve menaxhuese, që është shumë e rëndësishme për Agjencinë Pyjore të Kosovës, si dhe normalisht puna që është bërë në terren në grumbullimin e të dhënave për inventarizimin kombëtar të pyjeve, e cila punë është kryer dhe domethënë tash ka mbetur çështja e përpunimit të dhënave. Po ashtu për punën e stafit të Agjencisë Pyjore të Kosovës kanë qenë donacionet e projektit për 14 vetura për punë në terren, 6 dronë që do të jenë ndihmës së madhe për monitorimin e pyjeve, 17 copë GPS, 2 lëbi natë, 52 copë pajisje për marrjen e pyjeve, pajisje të ndryshme, 30 komplete të pajisjeve kundër zjarrit. Edhe po ashtu kanë qenë në pjesët ose pajisjet që janë dhënë edhe Institutit Pylltarisë të Kosovës kohë të fundit. Me një fjalë, nuk dëshiroj më tepër të zgjas, por edhe një herë të shpreh falënderimin tim të thellë në emrin tim dhe të Agjencisë Pyjore të Kosovës për donatorët dhe gjithashtu edhe për ekipin e FAOS që ka punuar në Kosovë, për bashkëpunimin që kemi pasur, për të gjithë ekspertët ndërkombëtar dhe kombëtar që kanë punuar në këtë projekt dhe për ne ka qenë një përvojë shumë e mirë bashkëpunimi me ta. Edhe një herë i falenderit shumë dhe shpresoj të takohemi në aktivitetet të radhës.